Pas kaosit në aeroportin e Muniut nisin fluturimet, reagon presidenti i Rusisë. Në aeroportin e Muniut në Gjermani ka nisur fluturimet pas një pezullimi I cili ndodhi për shkak të disa dronëve të pa autorizuar që po lëvizin në territorin e aeroportit ku anulluan të paktën 17 fluturime. Zyrtarët nuk kanë qenë në gjendje të identifikojnë se nga e kishin origjinë dronët dhe kush I operonte. Ministri I Brendshëm I Gjermanisë Alexander Dobrindt deklaroi se do ngrej çështjen e mbrojtjes kundër dronëve në një takim ministrave të brendshëm evropian. Gjithashtu ministri tha se do propozojë legjislacionin për policinë që t'i kërkojë ushtrisë të rrëzojë dronët. Ngjarjet e fundit në lidhje me dronët nxitën Bashkimin Evropian që të mbledhnin samitin e liderëve në Kopenhagen më herët gjatë kësaj jave. Kancelari gjerman Friedrich Merz tha përpara samitit se ndërhyrjet në hapësirën ajrore po përkeqësohen dhe se është arsyeshme të supozohet se dronët vinë nga Rusia. Rusia ka mohuar çdo përfshirje, ndërsa autoritetet daneze thonë se nuk kishin prova se Moska ishte e përfshirë. Duke folur në një samit në qytetin turistik të detit të Zi të njëjtën presidenti rus, Putin qeshi me sugjerimet se ishte ai që urdhëroi dronët për Danimarkën. Nuk do ta bëj përsëri as në Francë, as në Danimark apo Kopenhagen, tha Putini duke bërë shaka.